Pasi ka braktisur punën si kryetari i Bashkisë Shkodër dhe duke u vënë në shërbim të rilindjes, Benet Beci po shfrytëzon fondet publike për të bërë propagandë. Me që ky menaxher i sukseseve po reklamon me video dhe foto nga makineria e tij propagandës investimet që janë bërë në të kaluaren kur PD ishte në pushtet. Sot po përdor fondet publike duke shtruar asfalte elektorale dhe duke ndryshuar pllaka trotuaresh. Ky person, i cili në vend që të ushtrojë detyrën e kryetarit të bashkisë, është vendosur plotësisht në shërbim të fushatës elektorale dhe të shefit të tij, në shkelje të plotë me kodin elektoral, po kryen investime të paplanifikuara në buxhet të bashkisë. Shfrytëzimi i paras publike në shërbim të fushatës elektorale nga Benet Beci dhe administrata e tij janë të dënueshme dhe në shkelje flagrante me ligjin. Partia Demokratike nuk është kundra investimeve, por shfrytëzimi i taksave publike në shërbim të rilindjes janë të papranueshme dhe të kundraligjshme. I bëjmë thirrje SPAK-ut dhe KQZ-s të reagojë ndaj shkeljeve flagrante që Benet Beci dhe rilindja po bëjnë, pasi nuk mjaftohen me presionet ndaj administratës, por tashmë po shfrytëzojnë edhe taksat e qytetarëve në shërbim të fushatës elektorale.